Ruthi kapitulli 4. Do vazhdojmë të lexojmë nga vargu 1 deri në vargun 13 sot. Boazi shkoi te porta e qytetit dhe ul aty dhe ja po kalonte ai që kishte të drejtën e shpengimit dhe për cilin Boazi kishte folur. Boazi i tha: "O ti biri filanit, afroje, ulu këtu." Ai u afrua dhe ul. Boazi mori atëherë 10 burra nga plesë i qytetit dhe u tha atyre: "Uluni këtu." Ata ulën. Pastaj Boazi i tha atij që kishte drejtën e shpengimit: "Naomi, që u kthye nga vendi i Moabit, ka shitur pjesën e tokës që i përkiste vllait ton Elimelek. Mendova të informoj dhe të them: blije në prani të banorëve të vendit dhe të pleqve të popullit tim. Në rast se do të shpengosh, shpengoje, por në rast se nuk ke ndërmend ta shpengosh, më thuaj që ta di edhe unë, sepse asnjëri përveç teje nuk gëzon të drejtën e shpengimit dhe pas teje e vijon." Ajo përgjigj: "Do të kërkoj të drejtën time." Atëherë Boazi i tha: "Ditën që do ta blesh aren nga dora e Naomit, ti do të blesh edhe nga Ruthi Moabitja bashortja e të ndjerit për të ringjallur emrin e të ndjerit në trashëgiminë e tij." Ai që gëzonte të drejtën e shpengimit u përgjigj: "Unë nuk mund të shpengoj për vete, sepse do të shkatërroj trashëgimin time. Shpengo ti atë që duhet të shpengoja unë, sepse unë nuk mund ta shpengoj." Ky ishte zakoni në kohët e kaluara në Izrael lidhur me drejtën e shpengimit dhe ndryshimit pronësisë. Personi histe sandalen dhe ja jep të tjetrit. Kjo ishte mënyra e dëshmisë në Izrael. Kështu ai që gëzonte drejtën e shpengimit i tha Boazit: "Blije ti vet dhe hoqi sandalen." Atëherë Boazi i tha pleqve dhe tërë popullit: "Ju sot jeni dëshmitar që unë bleva në duart e Naomit të gjitha ato që ishin pronë e Elimelekut, të Kilionit dhe të Mahlonit. Kështu bleva për grua Ruthin, Moabitën bashortën e Mahlonit, për ta ringjallur emrin të ndjerit në trashëgiminë e tij, me qëllim që emri i ndjerit të mos shuhet midis vëllezërve të tij dhe në portat e qytetit të tij. Ju sot jeni dëshmitar këtij fakti." Atëherë tërë populli që ndollej te porta dhe plest u përgjigjen: "Ne jemi dëshmitar të kësaj ngjarje. Zoti e bëft gruan që hyn në shtëpinë tënde si Rakelën dhe si Lean, 2 gratë që ngritën në shtëpinë e Izraelit, paq pushtet në Efraim dhe u bëf i famshëm në Betlehem. Shtëpia jote u bëf si shtëpia e Perecit që Tamara i lindi Judës, për shkak pasardhësve që Zoti do t'i jap nga kjo re." Kështu Boazi e mori Ruthin që u bë bashortja e tij. Ai hyri tek ajo dhe Zoti i dha mundësinë të lindë dhe ajo lindi një djalë. Tema për sot është provania e Zotit në shpengim. Për shpengim. Shohim Boazin që shpengon Ruthin dhe që martohet me Ruthin. Përveç mësimit patjetër të kësaj letre historike, të kontekstit historik, po edhe tati teologjik për shpengimin që do marrim sot dhe shpengimtari i madh për ne është Krishti, do kemi sot disa mësime nëse ju nevojitet do ta ndërthurim teologjikisht, historikisht, po gjithashtu do flasim sot për martesën gjithashtu. Besoj keni interes ata që janë të martuar, po ata që janë gati për të martuar, do të martohen, kanë shumë çka të mësojnë nga kjo pjesë sot. Në pjesën e parë do të flasim për mundësitë e duhura dhe biblike. Pra, mendsinë, se thash mundësinë, për mendsinë. Pra çfarë mendësie duhet kemi mendsinë biblike, ose ndryshe me thënë, çfarë është një rreziku i një mendësie të gabuar ose të paperëndishme. Mendësia e duhur biblike. Kjo letër, siç e kemi parë, merret me historinë e një grua që ishte e huaj për popullin e Izraelit. Skena te kjo pjesë, pra te kapitulli 4, ndryshon. Vini re që e mbyll në kapitullin 3, Ruthi gjendet ku? Gjendet në lëmin e shirjes, në Ara. Dhe tani skena vendoset dhe gjendet në portat e qytetit. Ruthi shkon së pari pra në lëm për takuar atje, e pastaj Boazin, e pastaj shohim Boazin në portat e qytetit, duke e shpenguar, duke bërë këtë marrëveshje për shpenguar Ruthin. Naomi, vini re si mbyllet kapitulli 18.
E pam në predikimin paraardhës që thamë që besimi i vërtet guxon, vepron, reagon. Por është e vërtet kur duhet veproj të reagoj. Ngaherë besimi i vërtet pret, duron, nuk është gjithmonë. Ka në raste kur besimi na çon në veprim, ka raste kur besimi na ndihmon ose na duhet për të pritur. Viniresi mbyllet në vargun 18. Naomi jep një këshill Ruthit. I thot qëndro këtu o bija ime. Por mos bëj, shkove e takove Boazin e bëre pjesën tregove virtytin tan. Mani më na e shkruaj si një grua e virtytshme, jo për ta tunduar, por për të kërkuar që ta shpengonte Boazi atë drejt që ajo e kërkonte dhe ishte biblike për të martuar me të. Pastaj deri këtu duhet bëjnë gruaja, kaq vajza. Naomi e këshillon thotë qëndro këtu bija ime derisa të mësosh se si ka për të mbaruar kjo çështje sepse ai burr nuk do të rri rehat derisa të ketë sistemuar sot çështjen. Pra tani lënë sa është pjesa duhet ta bëj burri pjesën, pra Boazi pjesën e tij. Ka një mësim të madh këtu. Ka një mësim. Pra ngaherë duhet veprojmë, ngaherë duhet presim. Edhe prit mos bëj asgjë. Martesa gjithashtu bëhet me këshillat urta. E njëherë ajo që duhet ta bëjmë, ngaherë pra duhet diçka të bëjmë, ngaherë duhet mos bëjmë, duhet ta lëmë Perëndin të veprojnë për ne. Dhe ata që Perëndia do të përdor për të arritur qëllimin që ai ka. Ashtu më marr pagoja sot se e kam shkruar, zakonisht e shkruaj me dorën time se ta kam bërë me kompjuter, edhe me kompjuter s'di me lexuar kështu. Di vetëm shkrimin tim. Ai se doja marr dorën, e faqja e dytë. Kush është ai që vepron dhe merr iniciativën? Ajo tregoi virtytin e saj, tani duhet presin, dhe kjo është këshilla e Naomit. Tani vinë re do përmenden disa fjalë që gjithmonë fjalët në Bibël janë të rëndësishme. Ndoshta duket një fjalë shumë e rëndësishme edhe thuhet, pse është kjo fjala ka rëndësi. Për shembull, ngjarja ku po jemi tani në kapitullin 4 ndodhet ku? Te porta e qytetit, porta, pra jo te ara të lëmë, herë ishte të lëmë me mbledh kallinë dhe Lenin i tha Boazi lini kallinë bin që të merr të marrin më shumë Ruthi. Tani jemi tek porta e qytetit. Porta e qytetit ishte zonja mjaft e zhvilluar në atë kohë. Porta e qytetit është e rëndësishme, ishte si hyrje, ishte si vend takimi. Ishte një vend i rëndësishëm. Aty kishte hapësirë, ishte si sheshi, pra një shesh, qendrimi një shesh ku vjen aty zhvillohen gjitha çështje tregtare, marrëveshje ligjore, siç bëjmë ne kur shkojmë në kafe ose diku ka qenë fshat Terrapi, që kanë Terrapi fshat, apo te kisha. Dhe që kanë mbledh diku te kisha, te sheshi i kishës apo te Terrapi, ishte një vend i rëndësishëm aty, bleheshin, merreshin, ishte si piaca e qytetit. Është vendi ku nderoheshin burrat, ku burrat e mirë dilshin dhe bënin marrëveshje, kur flisnin, kur flasin një fjalë të mençur, kur bëhen një këshill apo një gjë. Jobi në fakt në Jobi 29:7 lexojmë vendi ku nderohesh, pra është një vend ku nderohesh ti ose turprohesh. Njëre më vonë Boazi këtu në këtë vend nderohet dhe ai filani turprohet. Jobi thot kur dilja në drejtim të portës së qytetit dhe ngrija fronin tim në shesh, pra të rinjt duke më parë hiqeshin, pra ose largoheshin me një anë dhe pleqt ngriheshin e qëndronin në kamp për mua. Kur flet Jobi për historinë e vet, thotë kur shkoja në shesh dhe vendosja vendin për me fol atje në shesh te porta. Të rinjt kur kalojen largoheshin, o erdhi ky burri i mëshëm, largohesh me lëshonin rrugën, pleqt ngriheshin në kamp me nderu mua, thotë Jobi. Porta e qytetit. Te fjalët e urta 31:23 kur lexojmë për atë gruan e virtytshme në Bibël, që ishte shumë e virtytshme, thot burri i saj për këtë grup, burri i saj, aq e virtytshme dhe aq kujdese kjo për burrin e saj, se burri i saj nderohej te porta. Kur delte te porta te sheshi ku mlidhen burrat, burri i saj nderohej te porta kur ulej bashkë me pleqt e vendit. Pra ishte i vend i rëndësishëm. Porta ose sheshi aty te porta ishte vendi ku nderoheshin ose turproheshin burrat, ku çdo marrëveshje, çdo fjalë e mirë e vendim merr atje. Kishte stola ku njerëzit uleshin dhe kështu e porositi Naomi Ruthin që të pres që Boazi të veprojë dhe në providencën e Perëndisë, edhe Boazi priti shpenguesin më të afërt që të vinte, ul atje dhe priti që të kalonte, të vinte shpenguesi më i afërt. Me një veprim tjetër të providencës Perëndisë apo të provanisë Perëndisë, ky burr kalon pikërisht në atë çast.
Boazi del dhe ulet atje, vjen ulet ai dhe ulet merr 10 plesht të tjerë, ulet ai me burrë, thotë edhe plesht 10 plesht urt dëshmitar, uluni këtu dhe pret. Boazi tregohet shumë i zgjuar dhe me integritet. Ai ka dëshirë dhe qëllim që të bëjë gjën e duhur. Dëgjoni këtë. Ai ka qëllim që të bëjë gjën e duhur. Ai nuk dëgjon këshillën e botës. Po të kishte qenë një djalë pa integritet dhe i pa pjeku dhe i pa urt. Dhe të kishte ngjuar shokët e lagjes sa të shkollës, sa të punës, sa ku diun. Çfarë thot bota? Bota thot o plak. Ai të erdhi vet. Ai të lypi vet, ai të ka kërku vet. Merr o plak çaj dhe shtëpia, ç'a merresh më një herë? E ke gati. Ato të lut. Në këtë skenë, gjithë janë ulur dhe ai pret. Dhe ja ai njeri, dhe ja kalonte, thot, ai që kishte drejtën e shpengimit. Duket sikur është rastësi që po kalon, pra thotë rastësisht po kalonte. Por shikojmë edhe më përpara për këtë, sikur duket një gjë sikur është rastësi. Naomi e dërgoi Ruthin të mlidh kallind, gruri, mas korrave, të korzve, të Ruthi 23, vinjeret e Ruthi 2:23 atje. Dhe thot, duket sikur rastësisht shko bia ime, shko të mbledh atje dhe duket thot rastësisht qelloi. Rastësisht qelloi që kjo arë ku ajo po mblidhte ishte e Boazit. Ishte e Boazit, qelloi që rastësisht ishte e Boazit vendi ku ajo po mblidhte kallind. Tani rastësisht kur e lexojmë ne, po pyetja është, a ka gjë rastësi? A ndodh ndonjë gjë rastësisht? Mendoni pak, unë e kujtoj historinë time kur u ndalen disa misionar për të ndarë ungjillin me mua. Erdhën në fshatin tim, kalon në rrugën time dhe rastësisht u ndalen te porta ime dhe rastësisht unë kisha arsa, kisha marrë diplomën dhe rastësisht po rrija në borë, mund t'isha të rrit lopën, mund t'isha në plazh t'u la me shokta, ku diun ku mund t'isha, por rastësisht qellova atë ditë atë drek në shtëpi dhe rastësisht u ndalen te porta ime dhe rastësisht ndanë ungjillin dhe rastësisht u shpëtova. E dini atë historinë që thot, njëri thot që humbën luftën, shkuan dy ushtrin betej, dhe thot pse humbën luftën, dhe thot e humbëm luftën thot për një gosht. Si më për një gosht? Për një gosht thot sepse kur çova me vu ato çfarë quhen ato të kalit, nallat, ç'quhet ato? Thundrat e patkojt e kalit, se s'po mite fjala. Thot ai që i vend patkojt thot nga 6 thumba vuni 5, harroj me nguli thumb. Shkova në betej thot edhe mi ra patkoj. Ra patkoj, pastaj urzu kali edhe humbën betejën edhe kështu thot, pse humbë në fund e humba thot se rastësisht kishte harru me nguli gosht tek patkoj kalit në Albani. Nuk është rastësi, është prej Perëndis. Në providencën e provaninë e Perëndis. Ruthi shkoi për të mbledh kallin në arën e Boazit që ishte prej Perëndis, ai që kishte dërguar vetë Perëndia në atë arë tek ai person që kishte drejtën e shpengimit. Dhe tani kur është ulur ai në tek porta e qytetit shes thot rastësisht ja kaloi ai që kishte drejtën e shpengimit, tha hajde e ulu këtu e të bëjmë diskutimin. Është prej Perëndis. Tani Boazi ulet e bën pyetjen e duhur. Vinjera e bën pyetjen e duhur në kohën e duhur, personit duhur. Ai nuk donte vetëm të arrinte atë që donte, pra të martohej, por donte që ta bënte si duhet. Gjoni vëllezër e motra. Nuk është vetëm të bëjmë të arrijmë atë që duhet, finalen. Më e rëndësishme se arritja e finalizimit e saj që ti ke në mendje është rruga, mënyra se si e bën gjën, është më e rëndësishme se sa finalizimi. Ai nuk kishte vetëm qëllim ta shpengonte, ta ringjallte emrin e të ndjerit të afër me tij apo të martonte Ruthin, por duante ta bënte si duhet, ta bënte në mënyrë biblike, ta bënte në mënyrë me integritet të ndershme. Sa martesa mund të jenë bërë e po bëhen pa bërë ndoshta gjën e duhur, apo pa bë pyetjen e duhur, apo pyetjen kryesore. Cila është gjëja e duhur që duhet të bëj? Çfarë i pëlqen Perëndis? Kjo është pyetja e duhur. Çfarë i pëlqen Perëndis dhe si mund t'ju shërbej të tjerëve, edhe me martesën time, edhe me personin si zgjell?
Si e lavdron kjo Perëndinë, si mund t'ju shërbej tjerëve? Si duhet merren vendimet në lidhje me këtë temë? Apo çdo temë tjetër, por edhe për martesën. Çfarë thot Bibla? Çfarë thot Bibla për këtë? Spari, çfarë thot Bibla? Çfarë thot Shkrimi? Çfarë thon të urtët? Mirë, Naomi e jep një këshill të dur këtu Ruthit. Çfarë thonë kisha? Kisha të urtët, ata që kanë kaluar përpara te, duhet të jetë përfshirë. Bibla duhet të jetë përfshirë edhe në martesën tënde, edhe në vendimet e tua. Si është konteksti, si është kultura? Shumë martesa në Shqipëri po dështojnë sepse s'janë as biblike. S'janë biblike, nuk janë shqiptare. Të paktën me kanë shqiptare e mbledh me tradit, apo janë biblike e mbledh me Bibël, nuk janë as biblike, nuk janë as shqiptare. Janë feministe, janë hollywoodiane. Dhe ka shumë rëndësi të këshillohesh me fjalën e Zotit, të këshillohesh me të urtët. Se kjo të ndihmon për vendimet e duhura. Dhe më të gjitha, jo vetëm për të marrë vendimin e duhur. Jo vetëm për të marrë vendimin e duhur, por kur ti merr vendimin e duhur, edhe mënyra se si e merr vendimin e duhur, tregon se kush je, tregon karakterin tënd. Ti e tregon karakterin tënd në mënyrën se si merr vendimet. Dhe ai bën në mënyrën e duhur, tregon karakterin tënd. Dhe tregon se ka ke dëshirë të kënaqesh. Ke dëshirë të kënaqesh Perëndin apo veten? Kënaqesh Perëndin apo veten? Si duhet bërë kjo? Si thot zemra, si më thot zemra, si ndihem apo sipas ligjit të vërtetë, sipas Biblës, sipas ligjit shpengimit. Ka një ligj për shpengimin edhe Boazi do ta bën sipas ligjit Perëndis, si është për shpengimin. Shiko, ata janë të dashur, Boazi don ta marrë Ruthin. Don ta marrë Ruthin, edhe Ruthi don ta marrë Boazin. Por është një kleçk, është një pengesë e ligjit, është dikush përpara që i takon përpara, nuk e ka përcen Boazin, nuk i bën një marifet, nuk e manipulon, nuk e shtremnon, nuk i hin përpara, nuk i bën teknika. Bën në mënyrën e duhur. Ai flet burrit për mundësinë për ta blerë aren e Elimelekut. Është e mundur që dikush ta kishte zënë tokën kur familja kishte shkuar në Moab për më shumë se 10 vite. Kemi një shembull tillë tek 2 mbretërve, kapitulli të 1 mbretër kapitulli 8, 1 deri në 6, kur një evej për shkak të Zizbukës ishte shpenguar, ishte i larguar dhe pastaj ja kishin ardhur, ja kishin zënë dhe profeti ndërhynte mbreti dhe mbreti ja rikthen pjesën e saj. Dhe ja që ndodhi, thot, që kaloi ai që kishte drejtën e shpengimit dhe Boazi tha, o ti biri filanit, afroje ulu këtu. Dhe ju tha gjithashtu edhe burrave, aty në 10 burra, hajde dhe uli këtu. Tani vjen se duket sikur kjo, hajde, o biri filanit, hajde, duket sikur është Boazi kështu ndaj tip garipi, kështu ndaj tip Karaxhodi, hajde, nuk është kështu, por se kështu duket si gara shkurt autori, por në fakt tregon kjo për Boazin që ishte një burr fisnik, ishte një burr me karakter, ishte një burr me nder. Ishte një burr me nder që kur del aty ata e njihin e dinë kush pra ka rëndësi karakteri, integriteti, mënyra që kur ti i thu dikujt e ka respekt për ty dhe uli tha, o ti bie fina hajde, se kam me foli gjë, uli dhe ju pleq e ta pleqnojmë këtë gjë. Ishte një burr me karakter, një burr me integritet, një burr me vlera. Tani Bibla nuk na thot emrin e personit të afërmit që kishte drejta shpengonte dhe mund të ketë disa arsye pse nuk e thot për të mos ta turpruar. Por derisa shikoj më mbrapa që ai nuk e zbaton ligjin e shpengimit dhe nuk e shpengon Ruthin. Për shkak se kishte risk dhe kishte përgjegjësi. Tani shiko, emrat në Bibël e predikuam te Ruthi do të flasim më mbrapa për emrat se në fund kapitullit gjen shumë emra që shkojnë deri te mbreti David. Emrat kanë shumë rëndësi në dhjetë në vjetën në Bibël gjithmonë. Dhe vjen re Bibla emrin e këtij personit e lën anonim. Emri Boazit ngel për jetë sepse është paraardhësi dhe gjyshi i Davidit. Po emri i këtij personi që i takonte drejta dhe nuk e shpengoi, Bibla e ka lënë anonim. Për mos të kujtuar kurr. Tani bëhet marrëveshja tek porta. Ai thot mendova të informoj dhe të them. Blije tokën, vargje vinëre vargje 3 dhe 4, tokën që i përkis të vllait ton sepse ty të përket. Dhe nëse do ti pastaj të takon, thot pra nëse se don tim pastaj më takon mua.
Por nëse merr tokën, vjen re çfarë thotë, sepse shikoj dikush mund të ketë dëshirë me marr. Dikush ka dëshirë me marr për një marrëdhënie, për një xhajet, me marr vetëm të mirat, privilegjet. Prandaj është marrëdhënie diçka, është më të marr vetëm të mirat. Shikoj thotë, gruan e marrën, gruan e marr. Wow. Jo, po kur të marrësh këtë gruan, ke edhe ca përgjegjësi, duhet me i bledhë tokën. Kur të marrësh këtë tokën e Naomit, duhet me i marr dhe terren për gru. Tokën e Naomit e blej, tokën e marr, thotë ky. Tokën mund ta marr. Se më lëvëris, kam 100 dylum tokë, i marrë 100 tjera, i baj 200 dylum, do të nëse merr tokën Naomit, duhet marrësh për gru edhe terrenin Naomit, për të ringjallur emrin e të birit, e të shoqit, dhe shkojnë bashk privilegji dhe përgjegjësia. Minere 5 dhe 10, të dyja e përmend të vargu 5 dhe 10 thot, për ta ringjallur emrin e vllait ton, ka detyrime, ka përgjegjësi për ta nderuar atë. Vjen Boazi don që të nderoj Zotin, bëjnë atë që është sipas ligjit perëndis. Don të ringjall emrin e të afërmit të tij, don të marr Ruthin për grua. Po i ban sipas rradhës dhe sipas prioritetit. Jo të marrë gru, t'ia fus kushrinit e të shënderoj Zotin. Nuk është kështu rendi. Nuk është kështu rendi. Nëse e merr tokën, nëse e shpengon tokën, duhet marrësh edhe Ruthin. Që të bësh një djalë, e me këtë djalë ti ringjallësh emrin, të nderosh emrin e të afërmit tënd. Tani ai ishte mëkat që ky burr refuzon të shpengonte. Atë ligji për të rirë 25, ligji për të rirë 25 tregon qartë për këtë çfarë ndodhte nëse një person nuk e zbatonte të drejtën e shpengimit. Të thot atëherë tek 8:90 thot atëherë plestë e qytetit të tij do të thrasin dhe do t'i flasin. Dhe nëse ai ngul këmbë dhe thot nuk dua ta marr gruan e vllait pra për ta shpenguar, për ta ringjallur emrin e vllait, atëherë kunata e tij do t'i afrohet në pranit pleqve. E do t'i heqë sandalen nga këmba, njëherë shohim rradha heqjen e sandaleve nga këmba, e do ta pshtyjnë fytyrë, do ta tërproj kunatin. Këtë do të pësoa ai që nuk dëshiron të ndërtoj shtëpinë e vllajtëve dhe emri i tij në Izrael do të jetë shtëpia e tij që është hequr sandalja, do t'i vet një nop, një dam, do tërprohet dhe thot shtëpia e filajta, shtëpia e tij që ja ka heq sandal kur ai ka pshtyn surrat. Se nuk e deshti me nderu vllajën e vet, me ngrit emrin, po këshyri interes, këshyri punë të veta, jo me nderu vllajën e vet me bën sipas ligjit perëndis. Boazi e quan atë dhe këtu fjala është Peloni Almoni, kjo fjalë biri filanit, Almoni Pilmoni, Filani, Pilivan. Nuk ka emër. Edhe në Izrael, të mos kishe emër, ishte turp, ishte mallkim. Njëri anonim, njëri pa emër, njëri pa vlerë. Në Perëndia me qëllim e lën anonim. Kjo na çon të pyesim vëllezër motra, çfarë lloj mendje kemi ne? Si veprojmë ne kur marrim vendime? A veprojmë sipas asaj? Shiko, sipas logjikës mund t'i bante me logjikë njerëzore kjo, ose me tnim, ose me shoqëni, ose me kulturë. Hajde bane çat ta thotë si ta e logjika, si e logjikon ti më mirë. E logjikoj më mirë me marrë Ruthin, me ja hell ti kushrinit e bë punët e mia. Por nuk të gjana nuk bëhen me logjik, bëhen sipas fjalës Perëndis. Kur merr vendime, çfarë mendon? A mendon vetëm për interesin tënd, apo për interesin e tjerëve? Ky burr harrohet plotësisht. Gjithashtu Orpa, e reja tjetër e Naomit, harrohet plotësisht. Por Boazi, por Ruthi, kujtohen për jetë. Çfarë të motivon kur merr vendime? Kënaqësia jote, interesi yt, apo ajo që i pëlqen dhe dëshiron Perëndia për ty? Ai na shkëlqen gjërat e mëdha të Perëndis, apo kërkon vetëm kryesh apo të kënaqesh veten? Nuk është puna, ne duhet ja kalojmë ligjit. Vazhdimisht na thuhet në ligjin e Perëndis. Edhe Jezusi qortonte farisejt, thotë ju si ju merrni me gjithçka. Llogaritni këtë, llogaritni atë, thoni do jap këtë për edhe leni masdoret.
Të Mateu 23:23 do lexojmë Leni Mazdora thot jetimet dhe vejushat. Ishte i vejushtur, ishte një person e pamundur, ishte një grua Moabite e vej, ishte një emër që po humbte në Izrael, nuk ishte sipas ligjit perëndis. E Boazi nuk mendoi për veten, mendoi çfarë është e mirë për perëndinë, çfarë është e mirë për tjetrin. Dhe motra mund ta lexojmë Biblën, mund ta dimë. Edhe ndoshta edhe mund mos mungojmë kish, por shpesh e humbasim thelbin dhe zemrën e ligjit perëndis. Nëse nuk tregon dashuri, mëshirë, besnikëri, drejtësi, nuk po e zbaton ligjin e perëndis, nuk kujdesesh për tjerët, për vijushet, për varg, për nevojtarët, si samaritani i mirë. Edhe kështu ndodh. Me këtë gjë, për të bërë gjën e duhur, për të bërë gjën dhe ligjin e perëndis, kërkon përkushtim dhe ka sakrificë dhe ka kosto. Ne kena qef me ardh tek Perëndia, me marr gjithçka që na pëlqen dhe është e mirë për i Perëndis, por nuk kena qef me marr përgjegjësitë. Dhe këtu shohim tani pjesën e përkushtimit dhe përgjegjësinë. Bekimi vjen përmes shpengimit që ka kosto. E shohim këtu pastaj që ndodh hedhet kjo sandalja, pra pastaj shohim një lajmërimin, dëshmin edhe lutje. Fjala shpengim dhe jatën e re vjen nga tregu i skleverëve dhe do thotë blesh. Apo të paguash një çmim për dikant tjetër, për ta dikush është peng dhe ti shkon e paguën çmimin për të, shpengon, e liron. A dhe jo përdori për këto skleverë që ishin rob lufte, siç liroheshin duke paguar çmimin për ta. Boazi ndërhyn dhe shpengon Ruthin. Dhe e kthen emrin e vdekur dhe të humbur të vllait ty. Minere 2 herë të 5 dhe 10 thash, thot për ta ringjallur emrin e të afërmit ti. Ajo që bie në sy këtu është kostoja e madhe e shpengimit që bën Boazi. Refuzimi i atij dhe përfshirja e Boazit për ta shtruar Ruthin dhe Naomin dhe për të lindur fëmijë, për të martuar pastaj dhe për të lindur fëmijë. Boazi paguan një çmim të madh, por shikoni bekimin që rrjedh për emrin e tij, emri e Elimelekut dhe bijve të tij ruhet. Ruthi gjen prehje, bëhet nan i Izrael, futet në listën e grave që janë në panteonin më të nderuar. Si po ta lexojmë listën e gjenealogjisë së Jezusit tek Mateu, gjendet emri i Ruthit. Emri i Ruthit është pasardhësia e Ruthit, e kësaj Moabitet. Për çdo lloj gjaje, vëllezër motra, si në besim, si në lidhje me Krishtin, po edhe në lidhje me martesën, ka përkushtim për Biblën, ka përkushtim për martesën. Kur vim te Zoti, gjithashtu ka kosto dhe ka përkushtim, ka sakrificë. Don të lash rahatin tënde që ta ndjekësh Zotin, do ta mohosh veten, thelbi i jetës krishtere të mohojmë veten e të ndjekim Jezu Krishtin. Për çfarë arsye po e bën Boazi? Jo vetëm për vete, po për Ruthin, për të tjerët. Për ndëruar vllan, pra se të afërmin, pra që po i shuhej emri siç tham. E djem dhe vajza. Kur martohesh, për çfarë martohesh? Si merr vendimet? A martohesh vetëm për vete? Kjo është fatkeqësia e martesës moderne edhe të krishterë, që vajzat duhen të martohen për vete, dhe djemt duhet martohen për veten, po jo për tjetrin, jo për të shërbyer tjetrit. Jo për të shërbyer. Minere Ruthin që nuk ju ngjit Naomit për të shërbyer asaj, vjerë edhe pse kishte vdek i birë dhe s'kishte interes, kishte asnjë autoritet mbi të, mund të ikte lirshëm, po për të shërbyer tjetrit. Vini re Boazin për të shërbyer tjetrit, vini re Ruthin për të shërbyer tjetrit. Kur martohesh, nuk duhet mendosh vetëm për veten, nuk po mendon. Nusja jote nuk është vetëm nusja jote, është nusja jote në kuptimin drejt për drejt, më kupton çfarë po them. Për tjetër në shtëpi i flan me ta, nuk po them për këtë, por e kam thënë nuk është shoqja jonë, është motra jonë, është antarja e kishës tonë, është antarja e familjes tonë, do ta çosh në familje, do ta bësh në kishë etj. Duhet mendosh kur martohesh, sepse Elimeleku apo Boazi dhe Ruthi janë vetëm këta emra, nuk janë vetëm emra anonim, janë çfarë? Janë nana, babai dikuj, janë gjyshi dhe gjyshja dikuj. Kur mendon për burrin tan, për një burr, duhet mendosh që ky burri nuk është vetëm burri jot,
që ka lek dhe makinë dhe të shetit ty. Po është baba i djemve tu dhe nëse kjo janë shetit ose thjesht ka lek dhe ja fut djem kanë me të bëha kështu. Është gjyshi dikuj. Nuse që merr ti, vajza që merr ti, nuk është vajza vetëm thjesht e bukur dhe lozënjare edhe pasi ti ka hell trut e gomarit ty, për pak është nana e fëmijëve tu, kur të vinë fëmijët, nuk mund ta çosh me najti me fëmijët e grun me shoqet ku e ke pa atë ajo festa e punës. Është nana e fëmijëve tu, është gjyshi e dikuj. Ruthi dhe Boazi janë gjyshit e mbretit David. Janë gjyshit e Zotit Jezu Krisht. Në mish, ka rëndësi kur zgjedhë si zgjedhë është mënyrë biblike dhe mënyrën e Perëndis. Gjithashtu martesa nuk është një marrëveshje private, pra në kontekstin e kësaj, vetëm për ty, vetëm për veten tënde, duhet mendosh mirë. Duhet mendosh për familjen, për kishën, për shoqërinë gjithashtu, si e ndikon shoqërinë gjithashtu. Sa është prona jote private? Sa e kujtojnë se nusja është prona ime private, apo burri është prona ime private, e kam rrethuar, edhe kjo është prona ime. Nuk është prona jote. Ky është djali i dikuj, është vllai i dikuj, është kunati i dikuj, është shoku i dikuj. Nusja gjithashtu është shoqja e dikuj, është motra e dikuj, është e reja e dikuj, është i dikuj. Është në këtë kuptim, kur martohesh, nuk martohesh vetëm për vetesh, martohesh edhe për ne. Kupton që për ne thash nuk është vetëm nusja jote ose burri jot në këtë kuptim. Është të gjithë neve. Është një grua sejnike, është një grua fisnike, është një grua me integritet, gjithashtu ajo është një burrë me integritet, është një vllai i dashur, është e rëndësishme për ne të gjithë. Për ne të gjithë. Dietrich Bonhoeffer thotë, martesa është më shumë se sa dashuria juaj për njëri tjetrin. Ajo ka një dignitet dhe fuqi më të lartë sepse është urdhëresë e shenjtë e Perëndis nëpërmjet të cilës ai dëshiron të përjetësojë rracën njerëzore deri në fund të kohës. Në dashurinë tuaj ju shihni vetëm veten tuaj të dy në botë, por në martesë ju jeni një hallk e zinxhirit brezave. Një hallk e rëndësishme e brezave që do të vinë, të cilët Perëndia bën të vinë dhe të kalojnë, thot në lavdinë e tij dhe thret në mbretërinë e tij. Në dashurinë tuaj ju shihni vetëm qiellin lumturisë suaj, pra nuk duhet të pa vetëm u fokusuar te qielli lumturisë suaj, por në martesë jeni duke vendosur në një pozicion gjithashtu përgjegjësie ndaj botës dhe njerëzimit. Dashuria juaj është pronë, nuk është një pronë juaj private, por martesa është më shumë se diçka personale dhe private e juaj, është një status, është një detyrë, është një përgjegjësi. Është një përgjegjësi. Por në gjithë këtë ju shikoni që Boazi i thirr ata dëshmitarë të vinë re, i bën dëshminë përpara tyre se nuk kam kohë tani të ndalem për këtë, ai pra nuk e blen se ka përgjegjësi, sepse patjetër nëse do ta merrte, do të hynte në hisë të djalit i tij, sepse ka djem të tjerë, gru të tjerë, s'do me ndaf hisën dhe pasurinë me dikë tjetër. Boazi e vendos se blen, edhe thotë merr dëshmitar, gjithashtu vjen ka është publike, është me dëshmitar, janë përfshirë të tjerë. Janë ka dëshmitar në këtë martesë. Edhe thotë mora Ruthin, Moabitin, bashortën për ta ringjallur emrin e vllait pra të ndjerit. Atëherë vjen re thotë populli që ndodhi të porta, vjen re prapë të porta. Thotë ne jemi dëshmitar dhe pastaj lutëm dhe e bekojnë. Vjen re marr një bekim dhe një lutje dhe bekim pra Perëndia kur bëhet gjaja si duhur, Perëndia e bekon dhe ata thonë e bekojnë Boazin edhe Ruthin, thonë kjo grua u baft, vjen re bekojnë Ruthin, këtë grua Moabite thotë baft si Lea dhe Rakela që janë nanat e fisëve të Izraelit. E fisëve të Izraelit. U bekofte pas të fëmijë shumë. Pasardhja e saj u bekoft. U ba thot si Peresi që Tamara e lindi Judës. Njëri që i lidh këtu me Tamarën dhe me Judën, Juda është nga fisi i Judës, vjen Jezu Krishti. Tamara ishte vajza, ishte nusja e djalit të Judës. Ma në atë historinë që martohet i vdes një djali, thot merre vllai tjetër që lidhet bashkë me shpengimin, me këtë gabimin, e merr djali tjetër dhe ai
vdes me dia e tij dhe njëri thotë nuk bën fëmijë edhe e dënon Zoti me vdekje. Dhe pastaj ndodh ai incidenti dhe merr Juda Tamarën e lindë kështu dhe prej pasardhjes tij vjen Jezu Krishti. E baft si Lean dhe Rakelën. Dhe fëmijët e tij u bashin si përrejt si që ja lindi Tamara Judës. E kështu Boazi e mori Ruthin e u bë bashortja e tij, e hyri tek ajo dhe Zoti i dha mundësinë të lindë dhe ai lindi një djalë. Çfarë na mëson këtë për Jezu Krishtin Zotin ton? Tek 1 Pjetrit 1:18 na lexojmë se ne nuk kemi shpëtuar me anë të arit, por me anë të zgjakut të birit Jezu Krishtit. Lexojmë te Efesianë që thotë që ai dha kaparin për shpengimin ton. Ai bëri ka për lavdisti, ai ka dhënë me zgjakun, na ka kaparuar, na ka shpenguar, na ka bler. Na ka bler ne që jemi në Krishtin. Vëllezër motra, kjo histori na mëson shumë çka. Na mëson shumë çka për historinë dhe kontekstin e Ruthit, na mëson shumë çka për martesën. Po mbi të gjitha na kujton Zotin ton Jezu Krisht. Na kujton Zotin ton Jezu Krisht që erdhi prej qiellit. Ne që ishim sklever, erdhi për të na bler me gjakun e tij çmuar, për të na shpenguar, e derdhi gjakun e tij, për të na shpjeguar ne nga mëkatet tona dhe gjithashtu na kaparoi ne, na bani gati për ditën kur ai do të kthehet. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të kujtuar, për të mësuar për historinë, për mënyrën se si ne vendosim, por mbi të gjitha për shpengimin, se si Boazi e shpengoi Ruthin, e bleu atë, e bani të vetën, e bani nusën e tij, për të kujtuar Zotin Jezu Krisht si na shpengoi ne, na bleu me gjakun e tij, na bani nusën e tij, e një ditë do të kthehet për ta marrë gjithashtu. Amen? Le të lutemi. Ua, të falenderojmë për këtë pjesë, për këtë pasazh kaq të mrekullueshëm, për hirin tanë që e ke treguar ndaj nesh duke sjellë Krishtin, për të na shpenguar, për të na çliruar, për të na shpenguar ne, për të na bler ne. O Zoti Jezus, lutem, na mëso të kujtojmë ty, po jo vetëm të kujtojmë ty, e të meditojmë për ty. Gjithashtu na mëso se si ashtu Boazi të nderojmë ty, ashtu si Ruthi të nderojmë ty, që të marrim vendimet e duara, që të pëlqejmë ty më së pari, e të zbatojmë ligjin tënd, në mënyrë që të jemi hallk, në mënyrë që prej providencës tane ti jo vetëm na shpengosh, por të na përdorësh për përjetësinë. Ne mund të jemi hallka e duhur. Prej nesh mund dalin breza, njerëz, ata njerëz që takojmë, që ndajmë fjalën e Perëndis, fjalën tane me ta, por edhe familjet tona, edhe fëmijët që ne rrisim. O Zot, na bëj tillë. Në emrin e çmuar të Krishtit lutem. Amen.